të shit, unë ta zoj me posh edhe zonjën Osmani edhe zotin Përparim Rama. Unë mendoj se në LDK këto janë dy figurat të cilat do të mund ta ngrisnin do të thotë elektoratin e LDK-s dhe do ta mund ta mobilizonin më mirë se sa figurat të cilat janë shpenzuar tani më në disa parë zgjedhje. Sidomos do thotë zotit Abdi Gjiku. Kështu që unë shpresoj që edhe zoti Rama, Përparim Rama, edhe zonja Osmani do të shihen shumë më shumë së bashku në mënyrë që të maksimizojnë dhe të kenë ndikim tek elektorati i lidhjes demokratike. Të jemi qartë, vetëm lidhja demokratike mundet me i morë vota lëvizjes vetëvendosje. Shumë pak prej partive tjera, ta zojmë Partia Demokratike apo Aleanca, munden me i morë vota lëvizjes vetëvendosje. Mos harrojmë, në vitin 2021 ishte një imigrim i madh i votuesve nga LDK dhe një pjesë e votuesve të rinj ose të papërcaktuar deri në atë kohë, të cilat zonja Osmani i ja mundsoi që të shkonin tek lëvizja vetëvendosje. Dhe në këtë fazë, në këtë mënyrë, është vetëm lidhja demokratike që do të mund ta dëmtonte me vota lëvizjen vetëvendosje. Asnjë prej partive tjera opozitare, sepse kanë një elektorat jashtëzakonisht statik që nuk përzihet ose nuk ndërlidhet me elektorate tjera. Kështu që do thotë aja sy kryesor për ndryshim të rezultatit duhet të jenë tek lidhja demokratike dhe tek zonja Osmani dhe zoti Përparim Rama, të cilët edhe njëherë janë dy figurat të cilat mund të sjellin ndryshime. Po ndërpres këto për të marrë opinion nga muja dhe ta kthej fjalën sërish sa i përket është folur shumë për çështjen e një varrthyrje në Prishtinë. E pambrëm bashkë Lumir Abdi Gjiku me Përparim Ramën dhe Vjosa Osmanin. Se ndikon gjithë situata për elektoratin e LDK-s? Po në fakt ndikon. E rëndësishme është që spakut të arrijnë që deri në pjesën e fushatës ose derisa zhvillohet fushata, këte të shihen pak më shumë bashkë, sigurisht ishte rasti i brendshëm, për shkak se aty kemi një thymje edhe me koalicione me PDK-n që u bën brenda Prishtinës, por njëkohësisht jo vetëm me këta tret, po kemi këtë pjesën tjetër të pakënaqur, ta quajmë ashtu, që përbëhet nga zonja Hikmetet, po edhe nga zoti Abdullah Hoti, e gjitha këto relacione ose këto paqartësi të cilat kanë ndodhur brenda LDK-s në këtë fazë tepër të rrezikshme ta quajmë ashtu për fushatën, për shkak se vetë pastaj votuesi i LDK-s mund të jetë i paqartë dhe kjo krijon pastaj një lloj paqartësie edhe te vota. Dhe kjo ka shumë